Historia në fjalë është e vërtetë dhe ka ngjarë në Francë. Ajo bën fjalë për një zonjë franceze të shtyrë në moshë. Emri i saj është Jean. Ajo është 90 vjeçare dhe e ve, pasi shoqi i ka ndruar jetë me kohë. Vajza e saj e vetme i ka vdekur për shkak të tuberkulozit. Edhe një nip të vetëm që kishte i ndoroi jetë në një aksident me makinë. Ajo nuk kishte asnjë familjar tjetër që mund ta ndihmonte dhe të kujdesej për të. Gjëja e vetme që kishte në pronësi ishte një apartament në mes të Parisit në një zonë të kërkuar. Bëhet fjalë për vitin 1965 dhe Jean ishte në gjendje kritike për jetesën e saj. Të ardhurat që merrte nga pensioni ishin shumë të pakta dhe në këtë moshë nuk bëhej fjalë se mund të punonte. Një nga avokatët e kishte vënë re gjendjen e Jean dhe mendoi ta shfrytëzojë gjendjen e asaj plake të gjorë. Kështu, një ditë ai vajte në shtëpi dhe i ofroi shumën prej 2500 franka franceze në muaj gjatë gjithë jetës së saj, me kusht që kur të ndoroi jetë, ai të marrë apartamentin e saj. Pa hezitimin më të vogël, Jean e pranoi këtë kusht, pasi mori dhe garanci ligjore për këtë dhe se avokati nuk do të tërhiqej nga kjo marrëveshje dhe se asnjëra palë nuk do të mund të anullonte. Avokati me të tillën besonte se kjo zonjë e moshuar nuk do të jetojë gjatë, jo më shumë se 2-3 vite të paktën. Dhe së shpejti ai do e gëzonte banesën e saj në qendër të Parisit me një shtëpi të leverdisshëm. Por ai kishte bërë llogarit gabim. Jean mbushi 122 vjeç. Ndërkohë, avokati vdiq për shkak të një tumori që u shfaq, duke mos e gëzuar banesën e Jean. Kështu, Jean gëzoi edhe rrogën e saj mujore për 30 vite, edhe shtëpinë e saj në qendër të Parisit. Ndonjëherë njeriu i bën llogaritë se do të jetojë më gjatë se të tjerët, se mund të shfrytëzojë ato me mënyra të ndryshme dhe të përfitojë nga gjendja e tyre e nder. Nuk e dim, ndoshta Jean ka bërë një të mirë në jetën e saj, që Zoti i ka çuar një avokat që t'i shërbejë derisa të vdesë.